E treta është zakonisht e përkthejmë mos i mbytni fëmijët tuaj nga friga e skomit. Ne ju furnizojmë ju dhe ata. Nuk bëhet fjalë për mbytje fizike. Ne fëmijët tonë sot mund t'i mbysim me informacione jo të përshtatshme për zhvillimin e fëmijëve tonë. Nëse ne kemi qenë të programuar dhe programojmë edhe fëmijët tonë, me atë ku kemi qenë të programuar, ne po i mbysim fëmijët tonë, po i bëjmë të paaftë për të ballafatshur me jetën. Duhet me kuptu këtë frymë, se nuk bëhet fjalë për drejt për drejt, po e mbys fëmijën tem se s'kam furnizim, çka më dhon me hongre me pi. Bëhet fjalë se këtu përmendet fjala furnizim, për shkak se Ilahi thot, ne ju furnizojmë juve dhe ata. Ai përgatit shkaqet, prandaj ne nuk duhet me humbë durimin, duhet me qenë durimtar, se durimi është çelësi i suksesit.